E përmendëm familjen, e përmendëm disa herë. Familjen tënde dhe e ke shumë të rëndësishme të pjesë, ndërkohë ishim edhe me Migenën në Düsseldorf. E kam shumë të rëndësishme, sepse unë jam rritur në një familje me shumë dashuri, shumë harmoni dhe shumë vlera. Domethënë ata kanë hedhur themelet më të forta tek unë në dinjitetin, integritetin dhe fisnikërinë time. Unë kam parë prindit e mi të bëjnë shumë si për fëmijët e tyre dhe për njerëzit që kanë pasur përreth. Edhe kështu jam rritur dhe unë, duke parë ata. Shikon, do doja shumë që nëse do bëjë një dokumentar, do doja shumë që të shihni marrëdhënie, sepse ke shumë interesante marrëdhënie me prindrit, sidomos me mamin, sepse pavarësisht se mami patjetër që gëzohet shumë për arritjet e tua dhe është aty, por ka dhe një anë të vetën që harron fare për suksesin apo karrierën, do të trajton shumë, vetëm kur të flet shumë normale dhe ndonjëherë ka ëndrat e saj personale që nuk ka lidhje me karrierën tënde. Për shembull, mbaj mend para shumë vitesh thoshte, sa mirë të ishe doktoresh, kemi qenë patjetër, po, sa mirë të ishe doktoresh, dhe ndërkohë ti sapo kishe bërë diçka shumë të madhe, domethënë kishe bërë buj, një sukses të madh dhe mami thoshte, edhe doktoresh nuk ishte keq. Nuk ishte keq. Nuk është, si të duket, të ka ndihmuar edhe kjo mënyrë që ato të kanë mbajtur me këmbë në tokë kështu? Po, patjetër që më kanë ndihmuar, sepse ata nuk ma kanë bërë qefi, nuk më kanë llastuar asnjëherë për arritjet e mia. Më kanë mbajtur gjithmonë me këmbë në tokë dhe unë gjithmonë kam menduar që okay, nuk është mjaftueshëm, duhet bëjmë më shumë. Domethënë kjo gjë më ka mbajtur që më ka shtyrë gjithmonë që të bëjmë më shumë, dhe pse e kam parë atë gëzimin në sy dhe atë krenarin në sy që kanë pasur, po gjithmonë kam thënë, okay, ndoshta mjafton se mami im është, ti e di, nuk gëzohet shumë lehtë. Sa të bësh fakultetin e mjekësisë. Mami im është, çe pyet, na knaqe. Po, a do ishe ti kjo që ishe dhe këtë sukses dhe qofte edhe këtë forcë që ke, nëse s'do kisha të prindër? Do të atë ka ndihmuar shumë ata, apo thua që është dhe thjesht e lindur? Sidomos tek pjesa e forcës së përballjes së pozitivitetit që ke ti që ta... Unë kam lindur me këtë aftësinë e të qenurit një mbijetuese. Ndoshta fakti që ata kanë bërë gjithçka që kanë mundur për mua, absolutisht. Por kjo nuk do të thotë që mua më kanë munguar shumë gjëra, dhe mendoj që gjërat që më kanë munguar më kanë bërë që të shty më fort përpara, dhe kjo gjë mendoj që është shumë e mirë. Ndoshta nëse do kisha pasur çdo gjë, do kisha qenë ndryshe, do kisha qenë shumë më dembele ndoshta, por unë jam mirënjohëse, jam shumë mirënjohëse për gjithçka që ata kanë bërë, edhe patjetër që ata janë pjesë e suksesit tim. Elea, forca dhe puna, forca që gjetë tek vetja, puna që punon, janë dy elementë shumë të rëndësishëm të kësaj interviste deri tani. Dhe nëse njerëzit do marrin një shënim, dhe sidomos edhe vajzat reja që të ndjekin edhe të adhurojnë dhe dua mësojnë për ty, këto janë dy elementë shumë të rëndësishëm. Por, dashuria të dobëson? Mendoj që kur është e shëndetshme, të frymëzon dhe të bën që ti jesh njëri më i mirë dhe të bën që ti jesh njëri më kreativ. Kur është e shëndetshme. Pse e ke kaq siklet flasësh për jetën private? Sepse gjithmonë e kam parë si të shenjtë. Mendoj që është shumë e lodhshme të jesh gjithë kohën, me gjithë shka që bën, t'jesh përballë publikut, edhe mendoj që kjo është një nga ato pak lukse që kemi ne si artist, edhe e kam shtrënguar fort sepse është shumë e shenjtë për mua jeta private. Edhe nuk kam ndier në fakt asnjëherë që ta bëj. Që të flasësh për ta? Jo. Në eksperiencën tënde, çfarë të me atë valixhet e tua të mësimeve që e kemi përmendur gjatë intervistës, çfarë janë dy mësime, një e bukur dhe një e vështirë që ke marrë nga historitë e dashurisë, nga dashuria në përgjithësi? Dashuria nuk janë fjalët e bukura, po janë veprat. Për mua është një fat shumë i madh që të kesh një njeri që të do vërtet për çdo të mirë dhe të keqe që ti ke. Mendoj që është shumë e rëndësishme që në një marrëdhënie të vërtet, në një dashuri të vërtet, të kesh pranë teje një njeri që
nuk të tregon ty që e duhet kërkuar shumë, por bën gjithçka për ty, që të lejon që të komunikosh lirshëm, që t'jep forcë, që t'jep besim. Kjo është për mua dashuri e vërtet, që nuk dorëzohet në ditë vështira, por që është pranë teje, jo vetëm në ditët e mira, po edhe në të vështira. Nga çka ke frikë? Çfarë të frikson në jetë? Çfarë më frikson në jetë? Të humbas njerëzit e shtrenjtë. Ajo është frika më e madhe, që ti e the. Panikohem. Diçka që unë se kam në dorë vetë. Ajo më frikson. Çka kam në dorë vetë, nuk më frikson asgjë. Ti kujt i beson? Meqense e përmendë që ke një rreth të ngushtë, që patjetër izolimi yt i fapshëm, familja, kujt i beson? Okej, përveç familjes, padyshim. I besoj njerëzve që kam përreth, miq të ngushtë, që unë në fakt shpesh herë zgjedh që mos t'i them, se nga që i kam shtrenjtë, edhe pse njihen një pjesë e tyre, prap mendoj që më mirë mos t'i përmend se më mirë t'i ruaj. Por e kam dhe këtoj që dëgjoj 100 vet dhe bëj si di vet, sepse mbi të gjitha i besoj lëkurës time dhe intuitës time. Ta i që përmendni lëkurën, Dania, mund të zbutemi pak me të gjëra, bëj një pyetje sepse është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme në këtë kohë. Më e rëndësishme se vetë suksesi. Më e rëndësishme se vetë suksesi. Jo, po seriozisht, ti je gjithmonë shumë në formë. Je shumë në formë edhe shoh lëkura, everything. Flokët, këto janë flokët e tua. Po. Po, janë flokët e tua. Pa extensions. I kam prerë. Dukshëm, mua nuk po rritëm për 2 javë, po ti ke edhe lëkurën e ke fantastike. Format, barku të ri ashtu me atë lloj veshje, domethënë, jo, realisht shumë e vështirë të rri barku ashtu dhe të dalësh me Ishte ky problem fakt dhe isha ulur, edhe mendova që të rri ashtu ulur. Të rri ashtu ulur. Tani kujdesem shumë, kujdesem. Kujdesem shumë. Po si kujdesesh për shembull? Çka ke ti një formulë që ndoshta tash unë e di. Ti e di. Unë e di. Po unë kam shumë qejf që ti ta thuash të formulë sepse nuk para e thon formulën tënde. Po, që jam shumicën e kohës vegane. Më fal, ti nuk e the aq mirë atë që bën, se vegane është tjetër gjë. Ti je vegane dhe të shkosh të blesh gjëra që janë në kuti vegane, po ti nuk beson as te kutit. Sepse unë do ta them të detaj, do ta them. Ti mua më thoi mos merr arra pa lëvosh, mos i ble të gatshme. Bëj vet, kur u mora gjallë kikiriku ti thoj mos e merr në kavanos, më bëj vet kikiriku dhe ma tregon si bëhet kikiriku. Po. Pra ti je shumë e fiksuar, ti shkon shëndeti deri në thelb, domethënë shkon asaj gjë së shëndetshme, e do shumë natyrale, bio. Nuk e di këto vaj, këto, shkon nga ata që i kërkon vet mjatin e to. Po. Bashkë me babin përdore, në vërtet. Shkojmë edhe për vajin e ullirit. Shkon vërtet vet. Po, vet. Sepse e shijoj shumë si proces. Vajin e ullirit e... Po si edukove ti te këto gjëra, domethënë deri te këto detaje që janë shumë të larta, pra ka qenë nga natyra, po neve tash jemi industrializuar shumë. Sepse kam besuar gjithmonë tek fuqia e të ushqyerit, që është në të vërtet sekreti i vërtet i një lëkure të mirë, e një energjie të mirë trupore. Në fakt e kam vërtetuar dhe me babain, i cili nga një sëmundje që kishte, që zbuluam, në një bisedë me doktorin, ai tha që 70% është ushqimi dhe 30% ilaçet. Dhe bashkë me babin, në fakt, ja kemi dalë që ta shërojmë sëmundjen e tij nëpërmjet ushqimit. Dhe unë kur të them që ti panikon, ishi pikërisht të kohë që më kujtohet që ti e merrje babin që të hante supën e caktuar, nuk e di sallatën, avokado, nuk e mbaj mend, për që ishte shumë specifike dhe e merrje dhe kontrolloi recetën i rrije kështu në kokë. Rezultate të jashtëzakonshme në fakt. Babi mendoj që e ka shëruar veten e tij nëpërmjet mënyrës së ushqyerit. Unë besoj që në jetë paralele ti duhet bëj edhe një komplet, duhet kishe një industri për edukimin e përgatimit, sepse ke shumë të fortë, edhe se si ha dhe se si sa mirë gatuan. Kështu që në një jam duke punuar në këtë drejtim. Do bësh libër? Nuk e di, po punoj. Diçka të dalë. Ç'o thua? Po.
Do ishte kryevepër. Ti ka që fiksuar sa je Ela me ushqimin, domethënë jo vetëm me të ngrënit mirë, por të ngrënit të gjërave më të mira, ti duhet të kesh një ferm tënde që ti mbledhesh nga toka, I swear. Domethënë duhet të jesh aty. E kam ëndër. E ke ëndër. E kam ëndër që të kem një ferm timen, po, mendoj që kjo mund të jetë një nga lukset më të mëdhaja që mund të kem, që të kem një ferm me ushqimet që prodhohen aty me perimet që prodhohen aty në tokën time, dhe unë të kem mundësi që gjithmonë e kam parë këtë gjë si një ilaç që unë të shëroj prindrit e mi, që të ushqej mirë prindrit e mi dhe patjetër fëmijët e mi që do të kem. Okej, prindrit I dëgjuam, fëmijët nuk e kisha dëgjuar të artikuluar nga ty ndonjëherë. E the kështu apo po e ke menduar? E kam menduar, shko unë gjithmonë kam dashur që të kem fëmijë, sepse I dua jashtëzakonisht shumë fëmijët. Është e vërtet që ky mendim ka qenë më I shpesht në mendjen time kohët e fundit. Sigurisht që do kisha dashur që ta kisha një fëmijë dhe më herët, dhe është një ëndër e imja në fakt që edhe unë të kem mundësin që të kem bekimin që të kem një fëmijë në jetë. A do doje të ngjante ty? Shiko, do doja shumë që të kisha një fëmijë siç jam unë për prindrit e mi, siç kujdesem unë për ta, të kisha edhe unë mundësi që të kisha një Elvan të vogël apo një djalë që të kujdesej për mua njësoj. Elvan, vetëm bëu gati, se nëse ka një gjë që të mëson se si të humbësh kontrollin në shtëpia. Domethënë gjithë kjo pjesa jote aftësia që ke që ti mbash gjën kontroll gjithkohës, pastaj fëmia është sfidë tjetër, kështu që është një sfidë fantastike. Ata që e kanë provuar, më thonë që dy herë është gjëja më e bukur që mund të ndodhi në jetë. Jemi në fund, por pra do I kthehem asaj çfarë ty të pret. Të pret një koncert shumë I madh në Milano. Edhe është një arenë shumë e madhe, që para pak teje ishte dhe këndonte Blanquito, që më kam shumë qef, që është super këngëtar nga më të famshmet Italisë, domethënë po ajo arena ishte para ca ditësh. Edhe Rosalia. Edhe Rosalia ishte aty. E cila u smur, unë ju siguroj që nuk do ushqem në një formë shumë të mirë, që mos helmohem. Dhe prandaj Rosalia duhet ta ndjek Elvanën, duhet të marrë këshilla. Me qira fjala po u helmua Rosalia. Jam shumë e lumtur për koncertin në Italisë, sepse në fakt më ka marrë shumë malli për një tjetër koncert të madh, dhe u bë kohë në fakt që nga hera e fundit që ishte në Lanxess Arena në Gjermani. Edhe ky procesi I përgatitjes për koncertin është pjesa ime preferuar, provat intensive, koreografi, gjëra gjitha veshjet, riorkestrimi disa materialeve, I gjithë procesi I punës që po bëhet me koreografin, Albinako, Alban Male, gjithë pra edhe një herë ekipi I punës që po bëhet gati për një koncert dhe një natë të paharrueshme, që unë vërtet me zy prese. Është një emocion shumë I vyer për mua të jem përballë atit publikut që do të jetë atë natë dhe të shikoj edhe një herë ato fytyrat lumturat, të dëgjoj ato njerëz që këndojnë edhe harrojnë hallet e tyre, edhe shijojnë mbrëmjen. Ti the do ketë riorkestrime. Ka dhe besoj që edhe këngë të reja, për shembull Sheqeri që sapo doli apo këngë të tjera nga trilogjia, besoj do jetë ato pjesë. Po patjetër, patjetër. Këtë herë jam shumë e lumtur që më bashkohet Destanaj. Do vi Destanaj, super. Po, jam shumë entuziaste për performancën që të kemi bashk. Sigurisht Migena, e cila e bëri të qaj në fakt një stadium të tërë. Edhe jam shumë e lumtur që është sërish prapë me mua. Dhe patjetër një nga bashkëpunëtorët e mi më të vjetër, Capital T. Fantastike. Për mua gjë më e rëndësishme është që ata shqiptarë që do të jenë aty atë natë, të dalin më të gëzuar dhe më të motivuar për jetët e tyre. Shiko, Ela, tash po ndërkohë që ti flisje për koncertin, po mendoja që ne nisëm në studio muzikore dhe po e mbyllim prapë duke folur për punën tënde. Unë të jem e sinqert dhe ti e di sepse kemi diskutuar edhe para se bënim të intervistë, se ne nuk u takuam rastësisht këtu për folëm.
Unë kam pas shumë siklet bëja këtë intervistën, sepse ne jemi mikesha. Edhe është e vështirë dhe për pozicionin tim, në këtë rast intervistuesit, se gjithmonë kur subjektin e njeh shumë mirë si puna e psikologut, që ndoshta ca gjëra i di më mirë se ç'duhet edhe i harron që njerëzit nuk i dinë edhe ndoshta i eviton. Ka gjëra të tjera pastaj që ti nuk e di sepse nga dashuria do që ti jesh sa më mbrojtëse. Pra janë gjithë elementet e këtij pozicioni që kam unë edhe marrëdhënies që kam me ty. Edhe jam përpjekur ti je profesionale dhe kisha dyshime dhe pyesja veten gjatë gjithë intervistës se si do ishim. Qoftë edhe kjo ndënja jonë që është shumë e pazakont, për ne të dyja që jemi shumë sportive dhe urrejmë takat. Po, vërtet. Por si gjithmonë duke respektuar pjesën e perfeksionizmit, duke respektuar audiencën edhe gjitha ambiente këto, besoj që kjo ishte edhe një pjesë e jona që është natyrale. Megjithatë duke pyetur veten nëse jam mirë, nëse jam okay, unë arrita një të vërtetë që kjo është e vërteta e madhe dhe këtë do ta them, është vërteta e madhe e jote, që ti kjo je. Domethënë, unë nuk mbaj mend në gati 15 vjetë që të njoh, nuk mbaj mend 80% të situatave, 90% të situatave kur jemi takuar bashkë, ne kemi folur vetëm për punë, kemi folur vetëm për projekte, kemi folur vetëm për gjëra të reja. Shife këtë, qoftë edhe WhatsApp-et tona që fillojnë në orën 5 të mëngjesit. Po, faleminderit. I fundit ishte ma ktheve përgjigjen vonë. Sot kam shkuar në 4, po, më shkruaj në 6, në fakt jam pak me vonesë. Po. Dhe në gjitha diskutimet tona gjithmonë kanë qenë për ide, jo për njerëz. Domethënë këtë ke diçka që unë e vlerësoj shumë tek ty. Të njëjtën gjë kam dhe unë, edhe më ke frymëzuar gjithmonë me mënyrën tënde dhe fuqinë tënde që ke në punë. Po, duke menduar, pra edhe duke perceptuar edhe se çfarë publiku do, se çfarë publiku pren intervistës, se çfarë publiku pren në kohën e realities. Në fakt kjo është reality e jotja. Kjo je ti. Kjo ke qenë gjithmonë. Pra, edhe mbas punës, takimet tona, sidomos tona kanë qenë projekte, por jam padyshim edhe me shokët e miqtë tu, edhe me Valdrinin patjetër që do takohesh, shkoni me pushime, po prapë është një projekt aty që po bëhet, po mendohet nga të dyja palët. Gjithë një rreth njerëzish që punojnë dhe ti je një prej tyre që je shumë punëtore. Pjesa tjetër pastaj gjithmonë hermetike je edhe në jetë. Po të hapësh WhatsApp-in, I swear to God, kështu je shumë e ruajtur, po të zbërthej të celular nuk do ndodh asgjë sepse kjo je ti. Nuk komenton as nuk them përgjigje, as nuk reagon ndaj njerëzve, as nuk futesh në konflikte me njerëz. Dhe kjo je ti në fakt. Edhe kështu që unë e vlerësoj dhe të respektoj shumë sepse në të vërtetën tënde, sado që mund të jetë shumë e ftohtë e vërteta për të tjerë, mund të jetë shumë hermetike, e pak kapërcyeshme, e çuditshme dhe ky hermetizmi jo të ketë krijuar shumë gjëra. Në të vërtetën tënde brenda e saj Elvana është kjo që është, kështu që vetëm gjë që unë do të sugjeroja, këshillën nga mua dhe nga Valdrini. Po. Te që e the vet perfeksionin, që e ke atë pjesën që e the vet. Po, edhe thash jam duke punuar, jam. Por të pjesa tjetër absolutisht unë jam shumë e lumtur që të njoh edhe ditë them që ne të dyja gjëra të mëdha na presin përpara, sepse ne të dyja e gëzojmë miqësinë tonë me suportin, dashurinë, energjinë e mirë që japim njëra tjetrës, por mbi të gjitha çfarë ne na frymëzon dhe na nxjerr zemra nga syt është ku ka një projekt të madh dhe të bukur përpara, mundësisht që s'është bërë asnjëherë në Shqipëri. Yes. Është gjithmonë kënaqësi, nuk lodhesh kur me ty. Ke gjithmonë një gjë të rënë kokë. Faleminderit shumë, më gëzove shumë. Keep going and keep being you. Faleminderit shumë, të dua shumë. Edhe unë. Hajde, për që afojmi me, më në fund do të tregoj fustanet. Hajde njerë, për njerë. Pa, super, pa. Më në fund, ja, edhe fustani mu. U qua me këmë. Edhe eqim, unë do eq pucët, më në fund. Edhe unë. Edhe pse këto janë këpucët që quen Ela. Ela e ka Po, vëmë? me fjalla. Që quen Ela. Që thua? Po, zot. Ja, dhe Valdrini, jo. Po. Ándale.